Pejgamberi a.s. ju tha, o ti që je mbulu, pse u mbulua? Sepse filloi 6 muaj përpara se vinte profecia, shifte ëndra, çfarë shifte natën ju realizonte ditën. Dhe i tha Hatixhes, një grua të mrekullueshme që kishte, a do më japësh mundësi që unë të shkoj në shpellën Hira, të qëndroj të meditoj se këtu ka diçka në lidhje me Zotin e gjithësisë? Dhe kur ishte në shpellën Hira, një natë prej netëve të bekuara, i zbret Xhebrail Emini. Dhe i thot, lexo. Pejgamberi me modestinë e pejgamberi tha, unë nuk di shkrim me të një qatë lexoj. Kur Xhebrail Emini herën e dytë e shtrëngon fort këtu për t'i treguar që duhet më zgju. Iku gjumi. Muhamet, mjaft ignorancë. Pa udhëzimi s'ka më vend. Shejtani do ketë mbas kësaj vend vetëm nga ato që janë devijum. Jo ke muslimanë ndershme dhe muslimane. E ka kap fort pejgamberi Muhamet a.s. Iqra, lexo, studio, mëso, ec përpara. Ka thonë, nuk di të lexoj, prap. Herën e tretë ka thonë, të mësoni madhi sot se çfarë të lexosh. Të lexosh atë që s'ka për të harru kur. Të lexosh atë që e ngren çdo njeri dhe s'bjen më. Të lexosh atë që do e nderoj njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Do lexosh atë që është më ëmbël se sa mjalti. Do lexosh atë që po e jetove atë, nuk ka të dytë si ty. Kur'anin famla, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo në emrin e Zotit tënd madhështor. Edhe i ka shpallë 5 ajetet e para, kur pejgamberi alayhis salam ishte i vetëm shpellën Hira, natë dhe u trondit. Xhebraili ja tha 5 ajetet edhe iku. I la shenjën e diçka të madhe që kishte ardhur. Kur del pejgamberi e shef Xhebrailin me formën origjinale. Ishte bllokuar qielli tashmë. Pejgamberi alayhis salam ishte mësuar me shkretirën, ishte mësuar natën, sa atëherë s'kishte elektricitet, u dukshin yjet më bukur, në qytet nuk duken më, kemi harruar madhin Zot dhe një nga mrekullitë që është qielli, kur ai bëhet plot me yje, ka Zot vetëm një dhe s'bëhet i dytë. Pejgamberi alayhis salam ishte mësuar me këto, kur e pa Xhebrailin që e bllokoi hapësirën qiellore, hyroi në një dimension tjetër. Dhe i fol Xhebrail Emini dha, Muhamet, unë jam Xhebrail Emini, kryengjëlli. Ti je Muhamedi, tashmë i dërguari i Allahut. Ka morë një tronditje aq të madhe sa shkoi dhe u mbulua. Kjo është ja juhel mudathir, edhe i sure tjetër ja juhel muzammil, o ti që mbulohesh, o ti që shtrëngohesh me robë. Shkoi dhe u mbulu, bashortja vet. Pa shku tha për meditim, nuk e di pse u trondit, se e shoh sa që ajo me veten kur tregon Hatixheja mbrava. Edhe pejgamberi se u mbulu nuk fliste. Dhe ajo u ul aty ke shtrati me qetësi, derisa u qetësu pejgamberi alayhis salam. Tha bashorti im i dashur, çfarë të ndodhi? Tha, frikë kam për veten time. Tha, jo. Kur i thot kam frikë për veten time, tha, jo. Asnjë frikë s'ka për ty, o bashorti im. Tha, pse? Tha, e përkraj jetimin ti. Tha, ti lidhet farefisnore i mban. Ti varfanjakun nuk e kthe mbrapsh. Dhe ti je shumë i sjellshëm. Ti je shumë i mirë. Këto njerëz që kanë këto cilësi nuk i humbi madhi Zot, mos u frikso. Pra njerëzit nga ajo që rrithte nga Ibrahimi alayhis salam e kishin akoma traditën që ka popullin tonë dhe thojnë i miri s'bën ajër, la ilaha illa. S'ka fjalë më të keqe se kjo në këtë botë, në botën tjetër. Pashat madhi Zot, shejtani ka vut në fjalorin e shqiptarit një i miri s'bën ajër. Pashat madhi Zot që është një dhe një i vetëm, ka kundërshtu esencën e Kuranit që thot vetëm i miri bën hajër. Sa kujdes, mos e thoj kur. Por ti se kupton dot se ka ndru trendi. Ka zënë vend budallallëku, është largu mençuria.